Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë dhe ne faleminderit. Zohem. Po kyqa për të folë pakës nëse mundem, Po, femra lutem. sot i vërtojnë shumë apo burrat po japin pak. Unë nuk besoj që duhet jetojmë me këtë mentalitetin e kërkesave dhe apo japjes. Pra se të dyja gjëlit, nëse ne flasim për parazit, të dyja duhet të arrijnë qëllimet e ty në një jetë, patjetër që ka kompromise, në qoftë ajo në bashkëjetesë apo martesë. Po nëse niset si femra, si mashkull, unë ja dal pa ty ajo që këtë në rregull. Mirë, po ne si qenje njeri, si qenje humane gjithmonë kemi nevojë për dikë tjetër. Pa marrë parasysh orientimin, gjithmonë duhet jetë dikush pjesë e jetës tonë. Dhe këtu fillon kompromisi, është këtu pritet individualiteti i çdo individi, po besoj që po ne fillojmë bëjmë kërkesa ose bëjmë atë mos për mbushjen e kërkesave, neve që kemi thy ata që quhet dashuri, partneritet, çfarë do lloj që quhet. Pra unë mendoj që duhet të kemi mentalitetin të krijojmë vetë, pastaj t'i gëzojmë përbashkët. Qoftë edhe me kolektivin, qoftë pra, si shoqëri duhet ta heqim mentalitetin e ndarjes burrat edhe gratë. Pra duhet ta bëjmë secili rolin e vet. Asnjë grua nuk mund të ta bëjë rolin e burrit, dhe asnjë burr rolin e Ti thua se është egzageru pak kjo? Patjetër që është egzageruese. Ju më ngatruat në fakt zotëri për shkak zërit trash. Unë jam Të kërkoj ndjes. Nuk ka gjë, lutem. Pra, unë nuk mund të kërkoj të drejta prej burrave, të drejtat i gëzoj vetë, dhe qitë të drejtat e mia i bëj aq sa kam nevojë unë, jo të përvaret nga dikush tjetër. Pra, ky është ai fillimi ku pra duhet ta kuptojnë. E drejta është e jona deri aty ku ne ndjejmë, ku ne kemi nevojë. Për te nevojave, për te ndjenjave nuk besoj që kemi nevojë me pas liri. Pra liria është në bas karakterit individit dhe jo në bas të një dokumenti i cili nënshkruhet. Këtu po bim ndesh me vetën si gjini dhe bëj apel të gratë. Kërkojeni lirinë të vetja, jo të pala e kundër. Krijoni kapacitetet e juaja me forcat e juaja, që kur dilni përballë mos keni atë thyrjen mes njëri tjetrit, unë kam më shumë apo ti, secili në të vetën, patjetër taj kompromisi pastaj që ti bëjmë bashkë. Po jo në këtë ide, po japin burrat pak. Nuk e ka për detyrë një burr të jap. Asnjë burr nuk e ka obligim ose të drejtë me keq përdor mua si femër.